Mori mbi dozë ilaçesh, Fjolla Morina përfundon me urgjencë në spital. Këngëtarja e njohur Fjolla Morina shtruar në spital gjatë orëve të vona të natës së të dielës, duke shkaktuar shqetësim tek fansat e saj. Lajmi u bë i ditur pasi vetë artistja publikoi në WhatsApp pamje nga një ambient spitalor teksa shkruante: "Kujdesi për veten, do të thotë të bësh një pushim kur gjërat bëhen të vështira, thua jo gjërave që nuk dëshiron të bësh, bëj gjëra që të bëjnë të lumtur." Nga mediat bëhet me dije se Fjolla ka pasur komplikacione shëndetësore si pasojë një midoze të mundshme ilaçesh që mund të ketë çuar në përkeqësimin e gjendjes së saj. Burimet pranë këngëtares bëjnë me dije se ndodhet nën kujdes të vazhdueshëm mjekësor prej më shumë se 24 orësh, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Familjarët kanë konfirmuar se gjendja e saj po përmirësohet dhe po stabilizohet.